Horoskopi ditor e hënë 17 mars 2025. Dashi, java do të nisë në mënyrë më të mirë të mundshme. Do të keni një vullnet të admirueshëm, duke parë jetën ndryshe nga të gjithë negativitetet e së kaluarës. Në vendin e punës keni patur mundësi edhe më të shumta, por kjo e hënë do të bëjë që të kapërceni veten, dhe të mos lini që t'u ikë asgjë. Kjo është një periudhë mjaft të favorshme dhe se takon jetës sentimentale. Demi, Mërkuri do të hyjë në shenjën tuaj duke bërë që të lini pas disa probleme që ju kanë munduar. Java që po nis do të jetë mjaft pozitive, ndonse do të ndiheni disi të lodhur. Parashikohet një periudhë e rëndësishme për të vënë në qendër dashurinë. Binjakët, prania e hënës në shenjën tuaj do ju ndihmojë që të rikuperoni disa tensione që keni patur në vendin e punës. Gjatë kësaj jave mund të merrni në dorë situatën, ndonse vështirësitë financiare do të jenë të pranishme. Nga porrja, kjo javë do të nisë me ngarkesë dhe lodhje për të lindurit e kësaj shenje, ndonse në fund do të jetë mjaft e fryqme. Disa prej jush janë përballur me një krizë sentimentale apo ndarje, po tashmë situata do të jetë disi më e përmirësuar. Luani, edhe kjo javë do ju shoh protagonist. Gjatë ditëve të fundit keni pasur disa mundësi më shumë lidhur me problemet e natyrës financiare, të cilat kanë patur nevojë për zgjidhje. Kush ka një projekt për të çuar përpara, mund të frenohet për shkak të pamundësisë ekonomike. Në dashuri, duhet të tregoni të kujdesshëm dhe të mos ushqeni tensione të kota. Virgjëresha, mes lajmeve të mira të kësaj jave është hyrja e Mërkurit në shenjën tuaj. Bëhet fjalë për një planet që udhëheq. Do të jetë një javë e rëndësishme sa i takon punës, pasi mund të merrni një propozim interesant. Dhe në dashuri parashikohen zhvillime të reja. Në fillim të kësaj jave mund të ketë ndonjë vonesë, por kjo gjë nuk duhet të shqetësojë. Peshorja, ky shkafmundi i muajit të shkuar, disa vështirësi janë futur në jetën tuaj. Ka nga ata që kanë pasur një problem shëndetësor ose me jetën e tyre praktike. Kjo ditë do ju kalisë nervat, do të ndjeni shpeshën e shumë përgjegjësive mbi kurriz. Nga ana tjetër, dashuria do të shpërblejë çdo mundin tuaj. Akrepi, problem ekonomik mund të krijojë pengesa. Nëse keni një kontratë e cila kërkon shpyrje, mund të ketë komplikime. Urani do të ketë ndikim të kundërt në shenjën tuaj. Megjithatë, dëshira juaj e madhe është të ketë ndryshime të cilat ju interesojnë shumë. Shigjetari, yjet do të kenë ndikim të favorshëm në shenjën tuaj. Ka mundësi që të merrni diçka më shumë nga sa prisni. Megjithatë, kjo e hënë parashikon dhe disa polemika. Duhet të mundoheni që të luftoni kundër të gjithëve në nivel psikofizik.
Britsjapi. Do të jetë një fillim javë e mbushur me reflektim për të lindurit e kësaj shenje. Hëna me ndikimin e kundërt mund të bëjë që të mos ndiheni mirë. Do ju duhet që t'i bëni llogaritë edhe me ndonjë pengesë në dashuri. Ka ardhur momenti që të përballeni me njeriu tuaj të zemrës. Ujori. Gjatë kësaj dite mund të dalë në pa shpirti juaj rebel. Yjet vështirë se mund të menaxhohen, madje mund të keni edhe kontradikta. Mund të doni që të ndryshoni gjithçka dhe më tej të doni që të ktheheni pas. Keni shumë shpenzime për të bërë, ndaj bëni mirë që të jeni sa më realist. Peshqit. Keni nevojë për një shtys në jetën tuaj. Familja ose miq duhet t'ju stimulojnë më shumë, pasi gjatë kohëve të fundit keni qenë ju që ju keni qëndruar pranë, por që jo gjithmonë ju a kanë kthyer në të njëjtën mënyrë. Në këtë moment, dashuria është në pikë pyetje dhe do të keni shqetësime. Nuk i pëlqeni gjërat e lehta, dhe pëlqeni ata që përbëjnë sfidë për ju.